Përshëndetje. Dokumentari Jeta ime, që unë e kam quajtur ndryshe një libër i hapur, një libër për t'u pa, jo thjesht për t'u lexuar, sepse normale në gjithë rrëfimin tim në dokumentarin Jeta ime, do mundohemi pastaj ta zbardhim që t'jetë e shkruar edhe në një libër. Në fundit është jo thjesht një investim, por është një kujtim. Një kujtim të cilin unë e kam investuar për fëmijët e mi, për niprit, për mbesën, për shoqërinë, miqësinë, vëllezërit dhe motrat, pse jo, për gjithë bashkëqytetarët e mi të Memaliaj. Jemi mbi urën e qytetit tim Memaliaj. Përpara se të futesh në qytetin tim, kjo urë, e cila ndahet në dy ura e vjetër, është ndërtuar 1966, dhe kjo është ura e re që i ka të paktën rreth 10-15 vjet. Gjithsesi, pse vendosa që të flas nga këtu? Gjithmonë këmbët e mia s'kan pushuar sa ardhuri në Memaliaj. Është qyteti që më lindi, më rriti, më edukoi, më burrëroi. E them më saktë, qyteti që ndërtoi agronin. Dhe unë nuk përtoj kur të vinë në qytetin tim Memaliaj. Por gjithmonë kur kthehem në Memaliaj, Zoti qytetin tim e ka ndarë në dy pjesë. Në qytetin e të gjallëve dhe në qytetin e heshtur. Është një histori, është një jetë. Por këmbët e mia, gjithmonë sa ervi, më shumë kthehen nga qyteti i heshtur, sepse atje njoh më shumë. Po për detajet të veçanta në qytetin tim, unë ju ftoj në këtë mini histori të më ndiqni. Hajde. Dhe në rrëfimin tim jemi mbi urë, kjo është Vjosa. Vjosa e cila si një gjarpër rrethon në gjithë qytetin tim. Në shpesh në këto bisedat e bëra me miq thoshin që shikoj se nga ndërtimi gjeografik në mënyrën se si është ndërtuar ngjan pak si me bërë në Zvicër. As sikur të kishin dhe Memaliot të fatin e Zvicrës, por si natyrë kemi këtë fat. Lumi e rrethon qytetin dhe ngado që të rrotullohesh, ngado që të dalësh nga qyteti përveç se në pjesën lindore të saj, pjesa tjetër është do ndeshesh me lumin. Ai shkëmbi i dal ashtu si hund përpara, quhet shkëmbi i polakut. Jemi mbi urën e Memaliajt dhe mbi Vjos. Ishte trimëri e madhe për ndonjëri që ishte nga ata më të guximshmit të hidheshin nga ura në Vjos. Ka pas shumë raste. Unë nuk hyj në ata trimat. Por ama për shkëmbin e polakut, i cili është edhe kufiri i fundit i takimit të Memaliotëve me Vjosën. Se më poshtë pastaj Vjosa vazhdon në shtatin e vet. Historia tregon se ka qenë një inxhinier polak i cili është mbytur aty, se në Memaliaj, në minierin Memaliaj ka pasur inxhinier polak në fillim, pastaj më vonë thuhet se ka pasur edhe çek, italian dikur sepse miniera daton nga kërkimet e veta diku nga viti 1914-15. Sikur sa thonë, për çdo gabim ju kërkojnë ndjes, sepse nuk e kanë bërë këtë lloj studimi përpara se kur kanë ardhur dhe janë bërë kërkimet e para. Di që sektori i parë i Memaliajt është në këtë drejtim, dhe përballë saj ka qenë Arganella ose Lundra, në cilën qytetarët, një qytet me baraka apo me shtëpia një katëshe, pastaj fillon të merrte formë atë që më vonë u bë ai që e përjetuam, e shijuam. Biles vitem që sot mbase dhe nuk është ai qytet, të cilin është i ndërtuar në filmin tim, Jetën time. Dhe pastaj pjesa tjetër, pak më lart ne e quanim Hakja. Më tutje ishte Vajguri, Publie i Vajguri dhe Hakja, sepse sipas lagjeve që kishte qyteti, çdo lagje kishte pjesën e vet. Pjesa, të themi, në të dalë të Memaliajt kryesisht frekuentonin shkëmbin e polakut. Pjesa në krahun e oficinës Memaliaj ose nga stacioni i autobusave frekuentonte Haken, kurse në krahun tjetër pastaj ishte kampi, që e quanim ne,
në krahun tjetër Kasapana dhe Balena pak më lart që ishte vendi lagjështime. Unë e kam nisur te Kasapana, por unë e quajta çik më konverte se ndryshe është të ulesh në një lokal, në një tavolinë dhe të rrëfesh. Kurse kështu duke treguar realisht, besoj se është më interesante dhe kisha dëshirë ta realizoja kështu këtë dokumentar jeta ime. Në pjesën që shikoni, në feminin time këtu ka qenë Fidanishtja, sepse dua të them, Memalia i vërtet ishte një qytet minatorësh, por kishte shumë ndërmarrje të tjera. Këtu ishte ndërmarrja e grumbullim për punimit, ishte Fidanishtja, ishte ndërmarrja e fermës. Pastaj miniera ishte me 6 sektor deri në 8 sektor, po bashkë me repartin e jashtëm, bashkë me fabrikën e pasurimit të Qymërgurit, më tej fabrika e tullave në qytet, komunalja, ndërmarrja e shërbimeve komunale në Memaliaj, ndërmarrja e furnizimit të punëtorëve. Të gjitha këto e bënin qytetin i cili shkoi deri në 12.000 banor, bënin shumë të gjallë. Kishte shumë aktivitet. Domethënë unë kam përmendur në herë tjera që vinte një moment që në festivali i estradave i trupave amatore me Memaliaj, nga 16 trupa amatore për teatr, komedi, për shembull, apo qoftë edhe për estrada. Kurse njëkohësisht ky lloj ose më saktë kampionati i futbollit në Memaliaj me 16 ekipe. Ishte një jetë e jashtëzakonshme dhe prandaj është pjesë e rëndësishme e historisë, po në këtë rast edhe nostalgjisë time. Për te Fidanishtës tani janë shtuar pemë, nuk e di se kush i ka si prona, në distancë pak më tutje në shtyllën e madhe të ekurit, pra shtyllën elektrike. Aty kanë qenë magazinat dhe fusha e druve e komunales dikur, më teja pastaj ishte stacioni autobusave dhe agjensia, ose siç i themi ne këtej nga Memalia, angjesia. Kjo është një nga pjesët jo thjesht më piktoreske dhe veçanta e bukur, sepse për fatin e keq sot Vjosa nuk na ka ftuar me bukurinë e saj, se është trumbulluar. Aty ku shikoni atë lëndinën që është si e mbjellë e korru, aty ka qenë në krah, ka qenë sektori i parë i qytetit, sektori i parë Memaliaj, kur është frizuar për herë të parë Qymërgurit. Këtu mbi këtë urë, dikur ka qenë pasarel. Unë si fëmijë e kam arritur dhe pasarelën e Drurit. Përballë këtu ka qenë ndërmarrja e bonifikimit dhe atje përteja ka qenë parku i automjeteve. Ne do të futemi në qytet pas më saktë tregimit të këtyre vendeve që me të vërtetë interesante, unë thash pak më lart, këtu kryesisht laheshin pjesa e lagjes ishte në të dalë të qytetit. Ecim në qytet. Tabela që të orienton se për pak metra kthehemi në qytetin tim në Memaliaj. Ndoshta është i vetmi moment rrugë në cilën unë ul shpejtësinë përtej normave të lejuara, sepse gjithmonë kthehem me atë mallin për të shkelur në qytetin tim, për të takuar njerëzit, pra aq sa kanë ngelur nga ata që janë pjesë e shoqërisë, po dhe ata që i njoh më njohin mbase jo për të ndarë miqësi. Ndryshimet janë të mëdha, nuk është filmi im është rrëzuar, nuk është më ai film në cilin unë jam rritur këtu në këtë qytet, por gjithsesi emocioni është po i njëjtë. Tani jemi gati për të kthyer në Memaliaj. Janë mbjellë pemë rrepe në të dy krahët e rrugës, në japin një lloj pamje ndryshe qytetit. Këtu ka qenë e zhveshur. Temi drejtën, pra këtë e quaj pozitive, shumë interesante. Në ditën që kemi ardhur sot për të realizuar këtë fundin e dokumentarit jeta ime, koincidon me diçka të veçantë se sot dhe nesër, pra 26-27 qershor 2026, është festivali Jehona e Vjosës.
Shpresoj që të kapim kohë pa filluar festivali për të marrë disa momente nga sheshi i qytetit, nga Pallati i Kulturës, në cilin unë e kam quajtur Akademia ime artistike, por që të ishte tamam akademie lidh shumë me jetën time në minierë në aq vite sa punova rreth 7 vjet. Tani do të shkojmë t'ju tregoj pak vendin ku unë jam lindur, ku ime më mësollin jetë, ka qenë një maternitet i vogël, por gjelet pjesë e një kujtimi interesant për mua. Është realisht një qytet i varfër, një qytet ku njerëzit mbijetesën e kanë qoftë me emigracionin apo punë të zakonshme. E thënë, unë e kam thënë dikur që është një qytet, më vjen keq të them se një qytet që po vdes, por kur nuk ka punë, nuk ka të ardhme, kështu që nuk e gjej dot se kush mund të jetë fajtori i këtij realiteti. Di të them që në momentin që u largua miniera, kuptoj edhe fati i qytetit tim. Shumë janë larguar në fatet e tyre, në jetën e vet, drejt Tiranës, Greqisë, Italisë, Amerikës. Por në këto faqet që kanë në Facebook, me Maliajna Bashkon, apo faqet e tjera, apo faqja e bashkisë, më vjen mirë që gjallojnë me maliotët, me mallin e tyre. Edhe kur kemi realizuar klipin për këngën Miniera e Floririt me Ylli Bakën, emocionet ishin të vërtet të jashtëzakonshme. Më vjen mirë për një gjë që edhe Portokallin edhe Alpazarin, dy show më të rëndësishmit në historinë e humorit shqiptar, i kam sjellë me Maliaj. Nuk kam lënë gjë nga arti im pa e sjellë me Maliaj. Sepse mendoj se meriton shumë më shumë, por gjithmonë sipas edhe mundësive. Tani jemi fiks tek vendi ku ka qenë, ka ndryshuar komplet, por gjithsesi. Realisht në këtë pallatin Dykatsh prej Guri, se janë pallatet e para që u ndërtuan pas ndërtesave të vogla, në këtë dritare këtu ka qenë materniteti ku unë kam ardhur një jetë. Sipas kujtimeve, sipas të treguarit nga IMM. Dhe vazhdojmë pak më poshtë, në cilën ndodhet edhe shtëpia ime, ku ishim 7 fëmijë dhe për aty u rritëm, u martuam, u larguam e tjera që unë e quaj themeli i familjes tonë. Ky është pallati im. Pallati që tani e kanë veshur me fjalë, por këtu ka qenë një dritare, ka qenë dhoma në cilën kemi jetuar ne si familje me 3-4 fëmijë. Dhe pastaj kemi kaluar në hyrjen e mesit në këtë pallat. Është hyrja ime, është transformuar çdo gjë, se këtu ka qenë me bordurë, ka qenë me lule. Ndryshimet pranojnë, sepse janë cilësore, jo vetëm sasiore. Dhe hyrja e mesit aty ka qenë hyrja shtëpia ime. Unë, ja 1 minutë, dilja unë kur i kanë minierë për shembull, në punë, në 5 të mëngjesit. Edhe nis. Dera e mesit është shtëpia ime. Dera është tjetër gjë, ata që kanë rregulluar ndryshe, por nuk besoj se kanë ndruar. Edhe dyshemeja dhe shkallat janë po ato, edhe parvazi i drurit dhe këto betonet janë po ato. Këtu, kur t'ishte kohë e keqe, uleshim diku aty të luanin bashkë me shokët e hyrjes ose jo. Dhe pastaj në pjesën tjetër të rritjes, e thënë saktë, unë këtu krijova dhe familjen time.
Këtu brenda ishin 2 dhoma e një kuzhinë. Në një nga ato hapësirat isha unë, ose me thënë saktë, 2 fëmijët e mi, këtu kanë ardhur në jetë, edhe Alkida edhe Eno. Në momentin që del për jashtë edhe figurativisht, kjo është pjesa e rrugës ku shkonin për minier. Në krahun tjetër të qytetit ishte stacioni i autobusave. Ishte një qytet që kishte jetë ditë-natë, sepse nga që ishte punë me 3 turne, nuk kishte asnjëherë pushim. Biles në një kohë, kur na vdi shoku Enver, edhe atë dielli që ishte pushim na e zudhe atë diellin, ishte e diela e Enverit. Kështu që punët ishin non-stop. Në atë që përdorin për rrugë kur kaloni thot 24 orë hour open, që duhet Memalia ka qenë një qytet 24 orësh jetë. Dhe tani do të shkojmë në qendër të qytetit për të treguar disi, sepse jemi në atmosferën e këtij festivalit, Jona e Vjosës, dhe pastaj kënaqësi të tregoj diçka nga lumi, se ka qenë një pasuri, thash dhe më lart, një pasuri e madhe. Fëmijëria ishte midis minierës, shkollës edhe lumit. Lumi ka qenë një shok i ngushtë, juni jo thjesht si një bukuri gjeografike dhe natyrore, por të gjithë me prapë kokën e lumit kemi patur. O të vatë zobi. Nuk e njërë ja. Po unë jam ajo besë sa vetës. Po, që duke si shko. A të vatë zobi. Këtu në këtë hyrje kam pasur 2 shokët e mi të ngushtë. Mihal Çimin, që ka pasur shtëpinë këtu. Kanan Kanani, që ka pasur të hyrja e mesit, kurse këtu që ka ndruar, si ambient, se nuk është njësoj, këtu ka qenë shtëpia e Konstandinës. Dhe në kohën që u fejuam, unë i shikoja që Konstandina kishte një shenjë këtu që dikush më ta kishte qelluar me ujë, thash po këtë çaj ke? Më ka qelluar Mihali, shoku ngushtimi. Edhe në kohën që u takuam, po Mihali ishte djalë shumë mirë. I thash unë nuk të flasëm me gojë. Po ti thash, Konstantinë gjete e qellove me ujë. Po kokën e babit ishin të vegjël atëre. Thash Mihali. Këtu starton bulevardi i qytetit tim, themi shëndetoria e madhe publike ku shkonin dhe vinin në grupe të mëdha nga posta e vjetër, këtu ose shtëpia e Fotostrakoshës. Kishte këndshmëri sepse qyteti zgjente, kishte pjesëmarrje të jashtëzakonshme në pasditeve. Këtu shkëmbeheshin me njëri tjetrin, bëheshin tema biseda nga ndryshmet, secili kishte shoqërinë dhe miqësinë e vet. Po unë kam thënë që Memalia ka qenë si një familje e madhe. Me të gjithë përshëndeteshim dhe flisnim. Tani mos ta bëj sikur kemi qenë kështu me ndonjë pa ndonjë fjalë në ndonjë hatërmbetje. Ashtu sikurse është edhe vetita. Sot hatërmbetje mund të kesh edhe brenda një familje, kurse kjo është qendra, sheshi i qytetit i Memalia i ka ndruar. Këtu pa themi, këta i thonë sheshi minatori, por për mua
sheshi i qytetit dhe në sfond Pallati i Kulturës. Për mua ka qenë më i bukur, megjithatë prap ngjelet i veçantë. Këtu në krahun e Majt shikoj është kthyer në një grehin, por ka qenë taverna e qytetit. Kishte shumë jetë, kishte muzikë, duke sikur te taverna Dajti në Tiranë, edhe këtu kështu ishte me Maliaj. Në rrugën ku po kalojmë, këtu ka qenë kryesisht zona e dyqaneve, fruta, perime, bulmeti, deri në fund ku ka qenë furra e bukës. Ja, zonja që është aty, po ajo që ka qenë dikur. Me Malia është një dashuri e madhe, por edhe një dhimbje e madhe tashmë. Kur, se do themi ka qenë kështu, është pjesë e jetës e këtij realiteti, po është i dhimbshëm. Sot kemi rastisur, siç e thash edhe më parë, në festivalin folklorik Jehona e Vjosës, 26-27 qershor, dhe sheshi i zbukuruar pikërisht për këtë rast, por sa pa filluar akoma festivali, gara e bukur, unë dua t'ju prezantoj me Pallatin e Kulturës. Ky është Pallati i Kulturës dhe dritare që shikoni lart këtu ka qenë dhoma e muzikës. Këtu bëheshin prova me mjeshtrin e muzikës Dimitër Peri, Miço. E kam thënë edhe tjetër, kemi pasur një drejtor shumë të mirë, Xhafer Kuçi. Shumë talente kanë marrë jetë dhe zë dhe dritë këtu në këtë pallat kulture. Me Di Malkaj, po këta Malkajt ishin dinasti për aktivitete kulturore artistike, sepse me Diu kishte edhe 2 vëllezër të tjerë që luanin dhe bënin humor. Nikos tjetri pastaj ishte pjesë e orkestrës, saksofonist Bekimi. Mbase nuk ka atë timbrikën e dikurshme, nuk ka atë gjallërinë e dikurshme, ashtu sikur se dhe vetë jeta e me Maliajt, por gjithsesi më vjen mirë që ka njerëz cilët investojnë për ta gjallëruar jetën kulturore artistike në Maliajt. Në fundit, mbase janë elemente të cilat i japin të kuptoj se ky qytet ka jetë, ka njerëz dhe akoma ofron dashuri. Ky është Pallati i Kulturës. Më vjen mirë që e kanë ngjyrë dhe me shile se deri vjet ka qenë me të kuqe, nuk e di pse. Pastaj ky është lapidar i famshëm. Me Malia s'ka qenë ndonjëherë shesh beteje, por një betejë bërë në atë që quhej Qafa Miricës, që është materializuar te ky lapidar, qëndron sot e kësaj dite. Në fundit një gjë mund të harrohet. Kujtimi i atyre njerëzve që luftuan dhe falën rinin e tyre, lirin dhe jetën për çlimin e Shqipërisë, natyrisht që do të respektohen dhe nderohen me çfarë lloj forme, lapidar apo diçka tjetër. Do të largohemi nga këtu për arsye se bëhet gati për të filluar festivali dhe do kalojmë tek Vjosa, por tek Vjosa, e cila ishte pjesa ime, tek e lagjes time. Përshëndetje. Hajde klubi që do të bëjmë foto. Bravo. Si jeni? Jeni mirë? Bravo që kërceni dhe këndoni. Ky është trashëgimi e brezave. Respekt e mjeshtrat. Mirë se erdhët. Me Malia ka qenë si një OKB e madhe, dikur sepse nga gjithë shumë rreth, po sa mirë librazhi. Respekt. Paqë me shtet. Respekt. Si jeni ju? A jeni mirë?
Ky kanal edhe pse është zgjeruar, është betonizuar, në rinin time ka qenë një kanal më i vogël, po me dhe ky ndante pjesën e qytetit me arat e fermës. Tani, kjo që është bërë pedonale është shumë e bukur, nuk ka pas pedonale në atë kohë, ka qenë thjesht vetëm një rrip në cilin ne mundohemi të shëtitshim në mënyrën tonë. Unë sa isha fejuar me Konstandinën dhe patjetër doja të tregoja gjëra interesante, domethënë e kam thënë edhe tjetër që më vjen mirë që gjitha gënjeshtrat e mia kanë qenë të bardha sepse çfarë gënjeva dila të gjitha dolën. Por në ato momente doja me patjetër të fitoja pikët që ai thoshte që lum unë për fatin që kam. Domethënë gjithë ato që ai thoshi po ku e gjete etj nga këto. Por me që kam thënë edhe tjetër, miniera kishte një problem sepse të shkaktonte këto sëmundjet kolit, majasëll dhe nga këto, edhe gastrit. Edhe që të futeshe në minierë ku shkulli ato drute kalbura, i gazi, i lëndet që e thithje bashkë me çfarë thithje, ajër, me plur që atë ishte, dhe ato gazat që të shponin zorët. Shponin zorët, po erdhi një moment që nuk i komandoje dot, që të shtrëngoheshe në çdo kohë shtrëngoheshe se do të rjelishëm. Edhe ishim dalë për shëtitje bashkë këtu deri në fund të ku mbaron ara dhe ishim në kthim. Ishim në kthim dhe unë që në mënyrën time po i mburresha, por ndërkohë atë ditë frynte shumë erë. Edhe unë ndodhem te ky kanali, para që të kalonin në pjesën e qytetit, duhet të kalonim kanalin. I pari e kalova unë kanalin, në kohën që hapa këmët munda një nga shoqet. U bëra çfarë të them. S'dia ku të futesh nga turpi, por Konstandina nuk reagoi. E po thash unë, era e madhe që fryn nuk e ka lënë ta dëgjonte zhurmën. Kaluan kohë në shtëpi, po shikonim një film Adriano Celentano me Ornella Muti që në fund fare fluturon mbi krevat. Ai. Sa e pam filmin dhe futëm për tek dhoma jone dhe unë si që isha fluturova për mbi krevat, kur iku një tjetër. I thash, më fal, Konstandina, e para dhe e fundit. O, u tha, po atë para 3 vjetësh tek kanali duke kaluar, apo e harrove? Që do të thotë, gruaja nuk harron kollaj. Kjo është rruga që ndiqnim për të ardhur dhe për të larë se, siç e thash, që ne lajeshim sipas lagjeve. Dhe ne, ose më saktë, unë me familjen time, me fëmijët, me Konstandinën, si vend preferuar kishim këtë që e quanim balena. Ishte një dashuri e lidhur që herët me fëmijërinë time. Më saktë, notin, për herë të parë kam mësuar tek kasapana, siç e shikoni atë kullën e madhe prej betoni. Aty është kasapana, shkëmbi rostave, është zhuku, shkëmbja dushit, dhe dilnim në krahun tjetër, ishte derveni, ka qenë me rrepe, një vend shumë i bukur, te burimi, ecja pastaj më kënd deri lart që të zbrisnim me not duke i rënë Vjosës deri në krahun tjetër deri te shkëmbi Polakut. Pra është një magji që Zoti ja ka dhënë me maliet, edhe pse i ka dhënë pafatësinë edhe këtë lloj realiteti të dimshëm është një qytet i varfër, nuk ka ekonomi, njerëzit duan apo nuk duan, se mungesja e pasurisë patjetër që sjell dhe dëshpërinë. Është keqardhje, por unë nuk bëj pjesë në politika të zhvillimore të qyteteve edhe të kemi një potencial të tillë në cilin duhet patjetër ta derdhëm mbi me Maliajin. Atë që ka qenë pjesa ime artistike, investimi im profesional, patjetër që kam mbritur gjithmonë në Memaliaj. Veç duke shprehur gjithmonë qëndrimin tim për forma dhe mënyrat ndryshme se përballë këtij realiteti çfarë mund të bëhet. Më vjen mirë që ky djali që është kryetar bashkie ka pasionin e dëshirën për të bërë gjëra të mira. Uroj që të ketë një lidhje të mirë me pushtetin qendror, të thithë mundësi investime, se shikoj që po investohen gjithë pas turizmit. Unë nuk e di se çfarë turizmi mund të ketë më shumë. Ky është një qytet që mund të flasi, por është potencial i vogël turistik. Megjithatë, di të them që edhe këtu ka vende të bukura kur mund të shkohet. Është Villa Sofia në Gllav. Këtu janë dy
ferma Sancho është kjo Bujtina Vjosa. Dhe ndërkohë këtu lart është hapur një bar, më duket interesante se njerëzit duke shëtitur mund të kthehen dhe ta pinë një kafe me kënaqësi, sepse ajo që ka qenë kryesore për ne në Maliaj ka qenë një maj është i mbyllur. Pra e them saktë, ky qytet nuk është më qytet i kujtimeve e dashurisë time, por mbetet histori. Dhe ky është vendi ku ne zbrisnim për të shkuar tek magjia, tek balena. Kjo është rruga, vendi ku laheshim. Ndonjëherë kur s'kishte ujë qyteti, merrim dhe rrobat dhe vendosim dhe kazanin kështu në zjarr që lante rrobat Konstantina. Pavarësisht nga ato që ofronte, duke marrë me vete edhe ushqimin, specat skuqura në një copë shalqi, djath apo domate e të tjera në këto. Shiko, mund të ishte një gjë e varfër e vogël, po ka shijuar shumë. Jo më pastaj duke bërë në një byrek apo petulla dhe kalonin gjithë ditën këtu në Buzë të Lumit në muajt e verës, kryesisht. Sa gjëra mund të kërkohet të flas për qytetin tim, por është një dashuri e vjetër, themeli i jetës time, në të cilën sa të kem fuqi gjithmonë do kthehem për të marrë atë dozën time të mallit dhe të dashurisë për qytetin tim në Maliaj. Realisht e shijoj më ndryshe, sepse edhe kjo pedonale që është ndërtuar i ka dhënë një shije ndryshe, një shititore e bukur, me ndryqim, ku njerëzit mund të vinë dhe të ecin mirë, se ne kemi ecur dhe në përbalt. Një shititore e bukur e cila rrethon gjithë qytetin, po e kornizon. Uroj të ketë gjëra të tjera gjithmonë më të bukura dhe që njerëzit të lidhin. Edhe ne kemi larguar gjithmonë të vim me të gjithë dëshirë dhe kënaqësi në qytetin tonë. Qytet malli dhe dashurie. Unë e thash, është themeli i jetës time në Maliaj. Mendoj që ta mbyllim këtu dhe të vazhdojmë me pjesë të tjera, ashtu sikurse e kam menduar. Është një pjesë e mbetur e historisë familjes time, marrëdhënie me baban dhe pastaj edhe Konstantina. Deri atëherë mirëpafshim.